Jo, Shqipëria është e vogël. Domethënë po ta vësh re, domethënë ne qarkullojmë pak a shumë në të njëjtat studio, në të njëjtat ambiente. Mund të ftoj ty të thon mua kështu gjëra me radhë domethënë. Jo, flas jo vetëm për këtë. Por mundohem që të gjej njerëz që kanë histori me tregu dhe ndoshta është hera e parë që në Shqipëri unë kam hap derën edhe për njerëz që ne nuk i njohim fare, të cilët mund të jenë artistë rruge, mund të jenë njerëz fare të zakonshëm, që kanë diçka me rrëfy dhe unë jam kreti i hapur që ata të vinë të. Po ndonjë nga sporti do marrësh ndonjë ditë? Unë gjithmonë marr nga sporti. Gjithmonë. Gjithmonë marr nga sporti sepse unë jam sportdashës edhe mendoj që në televizion gjëja më e rëndësishme për mua është sporti, sepse bën audiencë shumë të madhe. Ca si Fevziu mendojnë që është politika, unë them që është sport. Mirë, të ka shkuar mendja ndonjëherë që të bësh ndonjë intervistë ekskluzive me ndonjë ande nga Juventusi? Apo vetëm në stadium për të shijuar? Nesër do jemi në orën 17 në Universitetin e Arteve me Luciano Moçin. Dhe është komuniteti i tifozëve të Juves që do mblidhet për taku Luciano Moçin, i cili prezanton një libër që e ka botuar Sara Mosgaboj. Dhe ai mund të jetë një arsye, po i lutem që t'i marrë një intervistë, por me sa di ka një ekskluzivitet Top Channel dhe kuptohet pse e ka. Dhe uroj që vitet e të vësheja. Megjithatë jam larg. E ka fituar amnistin ky Moxhi apo? Jo, Moxhi ka fituar gjithçka që mund të fitohet me Napolin dhe me Juventusin. Çështja e amnistive pastaj është si muhabeti atyre tre pikëve që kërkohen sot në fushë. Presidenti Tavecchio dje tha që Juventusi nuk ka vjedh asnjë kampionat. Pavarësisht se ne duhet të respektojmë momentin që futet gjykata në fushë. Nuk ka më futboll, nuk ka më. Ndërkohë na ke prishur punë tek emisioni e Hëna Sportive me kolegun Enos Karço, ku i ftuari për hershëm është edhe Sajmir Demi. Po lërë më shërë mirë kam në shtëpi, në grim më thoshte, se nuk kam prish puna serios, nuk kam marrë ditën që kam pas. Po të ditë kam pas non për i qarejtë. Jo, të ngacmova pak edhe për të thënë orarin për nesër, për të Hënën Sportive me kolegun Enos Karço, do t'jetë në orën 23. Ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe më pas do ndjekim 2 kronikat e fundit për ndeshjen midis Elbasanit dhe Teutës. Elbasani më në fund ka bërë një fitore historike dhe ka fituar në shtëpinë e tij të rikonstruktuar Elbasan Arenën. Ndërkohë Flamurtari ka bërë detyrën e saj kundër Apollonisë duke fituar 1-0. Janë kronika të përgatitura, nuk i kam të shënuara këtu, megjithatë do ua them më pas.